Qendra për punë sociale ka marrë masa për largimin e një gruaje dhe 3 fëmijëve të saj nga shtëpia familjare në Hasanbek, pas një rasti të trajtuar me dyshime për dhunë në familje. Dokumenti zyrtar i siguruar nga Televizioni 21 tregon se pas shqyrtimit të rastit, Qendra për punë sociale i ka propozuar gjykatës vendosjen e masave mbrojtëse. Gjykata themelore civile në Shkup e ka pranuar kërkesën dhe ka vendosur masa ndaj Semi Kadrit, të cilat do të vlejnë për 12 muaj. Gjykata themelore civile Shkup ka miratuar propozimin e Qendrës për punë sociale të qytetit të Shkupit dhe ndaj personit Semi Kadri ka shqiptuar masa të përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje. Masat e shqiptuara vlejnë për një periudhë prej 12 muajsh. Pavarësisht vendimit të institucioneve, Semi Kadri pretendon se nuk ka ushtruar asnjëherë dhunë ndaj bashkëshortes dhe se prej 50 ditësh nuk ka pasur asnjë kontakt me gruan dhe 3 fëmijët. Ai kërkon të di arsyet se pse nuk i lejohet t'i takoj ata. 50 ditë unë kur gjon s'di, as ku janë fëmijët, as ku është shoqja, unë me shoqën s'kam pas kur gjon. Këto e kanë shni shoqën çka s'mos me thonë për mua. Ama unë du me dalë vërtetën. Këto s'dojnë me më taku mu me shoqën. Se e din që shoqja ka mu pajtu, ka me heki zjavën. Unë s'kam përdor asnjë dhunë ndaj shoqës. Unë garantoj se s'ka asnjë se unë të kisha përdor, unë isha ka në botë. Në përgjigjen me shkrim drejtuar Kadrit e lidhur me pretendimet e tij se nuk ka marrë informacione të qarta për të drejtat prindërore, Qendra për punë sociale ka ftuar atë në takim të mërkurën më 6 gusht të 2026 në ambientet e institucionit. Nga Qendra për punë sociale thonë se kanë vepruar në përputhje me ligjin, ata nuk bëjnë të ditur vendodhjen e gruas me 3 fëmijët, siç thonë për çështje sigurie. Rasti është denoncuar fillimisht në polici nga një thirrje anonime dhe MPB na ka informuar edhe neve. Duke qenë se bëj fjalë për një grua me 3 fëmijë të vegjël, ne kemi ndërmarrë masa për mbrojtjen e saj në përputhje me ligjin për mbrojtje sociale deri në pritje të fillimit të procesit gjyqësor për divorc. Kadri pretendon se denoncimi nuk ka ardhur nga brenda familjes. 26 vjeçari thotë se atë natë u shoqërua në polici, por siç shtoi u lirua menjëherë me që nuk ishin konstatuar shenja të dhunës fizike ndaj bashkëshortes. Ndryshe, raste të tilla të denoncimeve janë shtuar në 6 muajt e parë të këtij viti në vend. Vetëm më 13 korrik u raportua 9 raste brenda 24 orëve me 7 persona të arrestuar. Sipas raportit vjetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2025, janë evidentuar 1195 raste të dhunës në familje.